me investuar në ndërtimin e spitaleve, boll mo me xhamia se u lodhëm, çdo fshat ka 3-4 xhamia, çdo lagje tash shkon e funi që kanë nisur për lagje xhamia. A besosh kërkush kundra asaj kur ka nevojë? A be ju xhamia në përmjetise Kubën, s'po them veç priori shka se ka, minore ka teatri, në atë mjetis s'ka fushnjore për fëmijët, dini ju. Fushnjorën e ka 10 kilometra, xhamien do me u punë pleqve, do me thonë kategorive të moshuara të dera. Kjo është gabim. Do me thonë prej Sadakajës mundet të ndërtohen spitale. Prej Sadakajës është mirë me shku mu interesuar në klinikën e vendit, me thonë shfar aparatura mungojnë, jo për shembull Kosova, ku e di unë shkojnë i bojnë incizime Shqipëri, Shqipëria shkon në Turqi, Maqedonia, në Serbi, shembull. Pse s'ka aparat? Po sa kushton me aparat? 5 milion, 10 milion, që me fisebilillah e blen Prishtinë dhe zgjidh problemin e 2 milion qytetarëve, nuk ka nevojë me vrapu atje, s'ka la një aparat më të thjesht elementar në shëndetësi. Është fisebilillah, do më thonë me mushën spitalin me aparatur.